Në një televizion serb, Dalibor Jetović ka thonë: në Kosovë do mbohen zgjedhje aq herë sot jetë e nevojshme, deri sot ta largojmë Albin Kurtin nga qeveria e Republikës Kosovë. Por ndëgjën e njërin prej gazetarëve se qysh i ka fjalët e njëjta me ta. Sa herë të mundëm na do të menojmë të vendosim as për një qeveri. Sa herë të mundëm. Sa herë të mundëm na do të menojmë të vendosim as për një qeveri. Sa herë të mundëm. Sa herë të mundëm na do të menojmë të vendosim as për një qeveri. Sa herë të mundëm. Pra, populli dashur, mos u çuditni nëse vendi shkon në stop zgjedhje, sepse këta opozita janë bë i madh e i vogël që merrëzue Albin shqiptarin prej pushtetit. Po alhamdulillah që populli e ka kuptuar që Albin Kurti është më i drejtë edhe më i sinqert. Edhe so për neve qetnika, që ne sot dush herën zgjedhje. 10 herë kina me u bo rend që kam ju mpush Albin shqiptaria, sepse ju nuk e meritoni mo me udheq këtë vend, sepse e kini rije për 20 vjetë. E njëri maj drejt për këtë vend është vetëm Albin shqiptaria.